Benjamin Netanyahu së fundmi e ka forcuar kërkesën e tij drejtuar presidentit Isaac Herzog për një amnisti gjatë procesit të tij penal në vazhdim, duke thënë, atje nuk ka rast. Në të vërtetë, Netanyahu është po aq i përfshirë në lojën e politikës izraelite, se ishte edhe në fillim të vitit 2023, kur filluan demonstratat e mëdha izraelite kundër reformave të propozuara gjyqësore dhe kabineti i tij i djathtë ekstrem. Këto reforma synojnë të transformojnë një demokraci sekulare në një autokraci supremaciste hebreje dhe kundër dhunës gjenocidale në Gaza, duke përfshirë pastrimin etnik në rritje në bregun perëndimor. Protestat masive mobilizuan shumë njerëz, por nuk mundën të ndalonin plotësisht reformat. Pak nga pak, demokracia izraelite, e cila shërben kryesisht popullsisë hebreje, por rënohet, vlerëson Dan Steinbock, autori i librit Rënja e Izraelit 2024. Për të shmangur ndjekjen penale për korrupsion, Netanyahu ka nevojë të mbajë pushtetin dhe të vazhdojë aktivitetet ushtarake. Si është mundur kjo status quo? Përgjigjja e thjeshtë është sionizmi revizionist, neokonservatorizmi amerikan, politike e djathtë ekstreme, parate mëdha, donatorët e errët dhe sigurisht korrupsioni, shkruan Steinbock. I lindur në Izrael në vitin 1949, por i rritur në Filadelfia, Netanyahu është kryeministri më i gjatë në historinë e Izraelit. Ai e sheh veten si aktivist të Zionit, si gjyshi i tij Natan Milejkovski, ndërsa gjyshi dhe babai i Netanyahut kishin një rol në sionizmin revizionist. Ai vendosi veten në qendër të tij. Milejkovski, rabin i lindur në Rusi dhe mbështetësi i hershëm i sionizmit, njihej për avokatin e tij kundër sionizmit socialist dhe antisionistëve. Pas migrimit në Izrael, ai mblodhi fonde jashtë për Jishuvin ose Izraelin, para shtetërore dhe bashkëpunoi me rabinin Abraham Isaac Kook, babain themelues të sionizmit fetar. Nga ana tjetër, djali i rabinit, rabin Zvi Yehuda Kook, është nderuari babai shpirtëror i kolonistëve të dhunshëm izraelit dhe djatha mesianike. Njëri nga djemtë e Milejkovskit ishte Benzion Milejkovski, i cili më vonë adoptoi emrin e shkrimtarit të babait si mbiemër. Historian mesjetar dhe njëherësh zëvendës asistenti Zeev Jabotinskit, pioner i sionizmit revizionist. Benzioni, djali i Zionit në hebraisht, miqësoi ekstremistët revizionist si Abba Ahimer, të cilët donin të krijonin një shtet fashist në Palestinë, promovonin përshëndetjet e Il Duce, fashiste italiane, dhe ishte një nga atentatorët e mundshëm të liderit të punës sioniste të punës, Haim Arslorov. Por në vend të një revolucioni sionist revizionist, Benzion përfundimisht zgjodhi një karrierë akademike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u kthyer në Izrael vetëm në vitet 1970. Benzion Netanyahu e ndante plotësisht incitimin e Jabotinskit për krijimin e një muri hekuri midis Izraelit dhe fqinjve të tij arab. Marrëveshjet e Oslos, ankohej babai plakuri i Netanyahut, ishin fillimi i fundit të shtetit hebre. Kështu pas tërheqjes së Izraelit nga Gaza, ai mbështeti rikthimin dhe pushtimin, edhe nëse kjo do sillte vite lufte. Dhe deri në fund të jetës së tij të gjatë, ai mbajti paragjykimin orientalist evropian. Tendenca për konflikt është thelbi i arabëve. Ai është armik nga natyra, ekzistenca e tij është një luftë e përhershme. Benjamin Netanyahu, djali i tij, është produkti dy botëve, amerikane dhe hebraike, por ndryshe nga babai, ai kishte pak interes për ëndrat akademike. Ai e shihte veten si revolucionar, donte të rrezonte sionistët e punës për të realizuar një Izrael të madh, shkruan Steinbock. Izraeli nuk kishte nevojë për socialist zemërbut. Erec Izrael, apo Izraeli i madh, kishte nevojë për hebrej të fortë. Vendi kishte nevojë për të. Benjamin Netanyahu u ndikua fort nga babai i tij. Si vëllai i madh Jonathan, i cili humbi jetën në sulmin e vitit 1976 në Entebbe për lirimin e të burgosurve hebrej, Netanyahu shërbeu në Sayeret Matkal, një njësi elitare e zbulimit të ushtrisë izraelite. Pas studimeve në Massachusetts Institute of Technology dhe punës si konsulent për Boston Consulting Group, karriera e tij politike u ngrit në fund viteve 1980, kur ai shërbeu si përfaqësues i përhershëm i Izraelit në OKB. Këto ishin vitet të formsuese të lëvizjes neokonservatore amerikane, shumë nga idetë së cilës ai përqafoi. Ambasadori i Izraelit në Shtetet e Bashkuara, Moshe Arens, një shkencëtar, politikan, veteran i Likudit dhe ish operativ i Irgunit, i hapi Netanyahut rrugën drejt korridoreve të pushtetit në Washington. Dukshëm i thjesht, i zgjuar, i shpejt dhe i mençur, i trajnuar mirë në komunikimet në stil amerikan, Netanyahu ishte i lindur për të pasuar gardën e vjetër të Likudit
Menahem Begin ish lider i grupit terrorist Irgun dhe Yitzhak Shamir ish shefi i grupit terrorist Stern. Me një ego gjigante dhe prirje për veç shfrytëzim, ai e dinte se momenti i tij kishte ardhur, edhe nëse do duhej të kapërcente fillimisht dinosaurët e Likudit si Shamir dhe princat e Likudit. Udhëheqja e Netanyahut në Likud filloi pas vrasjes së kryeministit izraelit Yitzhak Rabin në vitin 1995, pjesërisht fal klimës politike ndezëse që lejoi fushata e tij. Kritik të zëshëm të marrëveshjes së Oslos, Netanyahu dhe partia e tij kishin marrë pjesë në demonstrata ku statuja të Rabinit ishin shfaqur me uniforma naziste dhe u doqën. Kur Rabin u varros, gruaja e tij Leah ishte e kënaqur të takonte liderin e autoritetit palestinez Yasser Arafat, por mbajti një distancë të ftohtë ndaj Netanyahut. Ajo akuzoi liderin e ri opozitar dhe partinë e tij Likud për kultivimin e klimës së nxitjes. Duke lënë mënjan klimën ekstreme politike, kishte edhe një arsye tjetër për fitoren e Netanyahut. Ai punsoi Arthur Filkensteinin për të drejtuar fushatën e tij. Operativi legjendar republikan kishte mbështetur presidentët Nixon dhe Reagan në SBA. Ai njihej për fushatat të përsëritura, të ashpra, që idolizuan kandidatët duke njollosur kundërshtarët e tyre. Si në Shtetet e Bashkuara, frika funksionoi mirë edhe në Izrael. Në Izrael, Irving Moskovitz ishte ndër miliarderët kryesor amerikanë që financuan kolonitë hebreje në territorët e pushtuara, shkollat dhe universitetet mesianike, grupet e djathta hebraike dhe aktivitetet paramilitare. Moskovitz nuk ishte vetëm donatori i Netanyahut dhe një nga shumë të tjerë në listën e milionerëve të tij. Ai ishte gjithashtu bashkëpunëtor i qendrës Ariel për kërkime politike, një grup avokimi i djathtë që mbështeste linjën e Likudit për sigurinë izraelite. Bashkë me financues të tjerë kyç, Moskovitz kontriboi në ngritjen e neokonservatorizmit në Amerikë dhe udhëheqësit e tij hebrej që ndanin idetë e sionizmit revizionist, përfshirë Paul Wolfowitz, Richard Perle, Robert Kagan, William Kristol dhe të tjerë. Të udhëhequr nga Kristol dhe Kagan, neokonservatorët themeluan think tankun e tyre, Project for the New American Century, me qëllim ruajtjen e momentit unipolar të Amerikës për dekadat të ardhshme. Çdo gjë që ishte në interes të Izraelit, sipas Likudit të Netanyahut, ishte në interes kombëtar të Amerikës. Donatorët e tij pasuan, përfshirë manjatin e kazinove Sheldon Adelson. Për 2 dekada, deri në vdekjen e tij në 2021, kur Forbes e vlerësoi pasurinë e tij neto në $35 miliard, Adelson ishte sponsori kryesor i Netanyahut dhe bërësi i mbretërve midis republikanëve që ndihmuan në financimin e fushatës së Trumpit drejt shtëpisë së bardhë. Fal pikpamjeve të përbashkëta, neokonservatorët në Shtetet e Bashkuara dhe partia e djathtë ekstremiste Likud në Izrael bashkëpunuan në një dokument politik, A Clean Break, A New Strategy for the Securing the Realm, i përshkruar si një lloj manifesti neokonservator SBA Izrael. Publikuar në vitin 1996, raporti kërkonte një politikë të fortë amerikane në lindjen e mesme për të mbrojtur interesat izraelite, përfshirë heqjen e Saddam Huseinit nga pushteti në Irak, një luftë përfaqësuese në Siri dhe refuzimin e çdo zgjidhjeje izraelito-palestineze që përfshinte një shtet palestinez. Antarësimi në klubin neokonservator kishte përfitimet e tij, e bëri Netanyahun të pasur. Pavarësisht tarifave të larta ligjore, vlerësimet e pasurisë personale të Netanyahut arrinin në rreth $50 milion, tashmë një dekadë më parë, por burimet të sakta dhe të verifikueshme mungojnë për shkak të zyrës së tij politike, donatorëve të errët dhe deklarimeve financiare jashtëzakonisht të paqarta. Që në fillim, karriera e Netanyahut është mbuluar nga polemikat e parave të errta. Akuzat për korrupsion filluan në vitin 97, kur policia rekomandoi aktakuzën e tij për ndikim të paligjshëm. Procesi ligjor filloi përsëri në dhjetor 2024 dhe vazhdon ende. Netanyahu përballet me akuza në 3 raste të ndara, përfshirë rishvetin, mashtrimin dhe shkeljen e besimit. Ai ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje, duke quajtur ndjekjen penale gjueti i shtrigësh.